Po, a ka vlerë ky Kur'an kur Allahu është kriminal? Kur'ani është që ndihmohet i varfri. Po, dhe Zoti është i madhi që s'mund ta sundoj askush dhe lufton të keqin. Ndihmon të varfrin. Ndihmon njeriu në drejt. Po, nuk e di doli ajo që tham shpar. Shejtani hoqi dorë prej atyre njerëzve besimtarve, të cilët i ka ndihmuar Zoti, Zoti po vret tani. Dhe kanë përvetësuar ndjenjën e sinqeritetit, atyre nuk mund t'u afrohet. Pra njerëzit sinqert nuk mund t'u afrohet. Unë isha njeriu më i sinqert i afruar Zotit dhe Zoti po më vjedh, po më vret, po më shtëp në tru, po më keq trajton, do gjithçka, pasuritë Alketa Mukës, si do për vete. Nuk do njëri përveç vetes dhe durit që është skico kriminale që vret pafund. Do djallin në dur. Ka rritur kulmet. Po duhet kap në një pjesë interesante. Atëherë, po them pjesën pak. Zoti i madhëruar që i di qëllimet e njerëzve e urdhëroi Muhamedin që të vazhdojë rrugën e drejtë ndaj Allahut, e të mos vër veshin fjalëve boshe të udhëtarëve e munafikëve. Fundja, mbrojtja e tij është Allahu fuqiplot. Pra, do të vazhdoj rrugën e drejtë ndaj Allahut. Po edhe Allahu rrugën e drejtë. E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe e begaton, ai thot, Zoti im më ka nderuar. Po, Zoti ishte i drejtë, i sinqertë. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, e varfëron, ai thot Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Përpunoni dhe edhe më zi, ju nuk përfillni bonjakun. Nuk i kuptoj fare fjalët. Në varfëri ai sa e lën pa buk gjithjetën dhe i merr Zoti. Kjo s'ka kuptim. Ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur i pranuar. Hyr në turmën e robëve të mi dhe hyr në xhenetin tim. Po do të gjej pjesë interesante që Zoti e përkujton Zotin dhe që i dha jetën dhe ja filloi jetës. Po, jam fanatik gjoja dhe lën Alketën, shef seksin mashkull femër, që të eksitohet po mos bëj seks, po do ta themi troç. Këtë punë bën çdo natë Jezui me Alketën. E lën atje në grupin e femrave dhe meshkujve që bëjnë seks me njëri tjetrin, dhe Alketa vetëm duhet të shojë ata. Po, Alketa është hekur, duhet të shojë ata. A është normale ky veprim i Jezuit? Olla, ku ke arritur me durin aplin letën? Këto poshtërime i bën Alketës? E meriton Alketa të pështrohet kaq shumë?
Pash atë që krijoi mashkullin dhe femrën, vërtet veprimi juaj është i lloj-llojt. E sa i përket atij që jep dhe ruhet dhe vërteton bindshëm për më të mirën, ne do të përgatitim atë për më të letën. E sa i përket atij që bën kopraci dhe ndjen veten të pavarur nga Zoti dhe që përgjigjëstron atë më të mirin, ne do të përgatisim për më të vështirën. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Detyra jon është vetëm të udhëzojmë. Dhe vetëm jona është bota, tjetër si dhe kjo. Po janë pasha natën që me errësirë mbulon gjithësinë, pasha ditën kur ajo shkërptin, pasha atë që krijoi mashkullin e femrën e tjerë që thamë. Pra tregon urtësinë, drejtsinë. Dhe Zoti tani kemi shumë të drejtë me treskicut Jezui është bërë shembull. Ju keni shembull dhe unë po vritem çdo natë sepse po shesin mend. Mos e përul jetimin, as lypsin mos e përzë. E më të mirat që të dha Zoti yt trego. O Zot, na ke dhënë të mira, po na shfryn shumë. Po na vjedh shumë dhe po na vret shumë. Kaq, s'kam çfarë të them më shumë.